Unë mendoj që patjetër që duhet ishte më i lartë se vitet e kaluar, sepse ndër vite projekt buxheti ka dalë në suficit dhe duke qenë se ka dalë në suficit, normalisht duhet projektoheshin më shumë para, më shumë fonde. Nga ana tjetër jemi në vend që të shkojmë Bashkimin Evropian dhe patjetër që duhen bërë investime, sikurse janë parashikuar në bujqësi, në mbrojtje, pra në ushtri, në infrastrukturë shumë rëndësishme, nga ana tjetër dhe në rritje pagash apo indeksim pensionesh. Tani, patjetër që një rritje buxheti ka sens që të ketë edhe rritje të huas, por në momentin kur rritja huas shoqërohet me investime apo me subvencione në bujqësi, kjo huan besoj se nuk do të jetë problem, pasi vetë ekonomia do të zhvillohet dhe si pasojë do të kemi më shumë tyra publike dhe vetë huaja do të shlyhet pra, për shkak të performancës së mirë që do të ketë vetë ekonomia. Nga ana tjetër, nëse nuk do të jenë aq produktive investimet, sidomos investimet që janë me kthim, siç thash në sektorët e biznesit, atëherë patjetër që marrja UAS do të jetë një bumerang për qeverinë shqiptare. Megjithatë, kohët e fundit kemi parë një mirë menaxhim të UAS dhe si pasojë nënçmimit e euros, sidomos UAS e jashtme, sepse ne dim shumë mirë që ne të ardhurat i kemi në monedhën vendase, pra në lek, pasi detyrimet atimore shlyhen në monedhën vendase, ndërkohë që pjesa e UAS së jashtme, një pjesë e saj është në euro, ku vetë qeveria shqiptare dhe pse është, le të themi, ka thënë që kemi një ulje të borxhit, por në të vërtetë kemi një ulje të borxhit dhe një performancë mirë të borxhit të jashtëm për shkak të nënçmimit të euros, patjetër dhe për shkak të mbledhjes së më shumë të hyrave nga tatimet dhe taksat. Qartë, pra do të jetë një buxhet i cili do të sjellë më shumë zhvillim, po them. Mendohet që do të sjellë më shumë zhvillim. Pra, megjithatë, ne shohim që ky projekt buxhet është dhe dedikuar jo vetëm tek bujqësia në fakt, që në bujqësi kishte vite që nuk është pak në këto 2 vitet e fundit, nuk është se kishte një fond e cila do të krijonte një marzhë të lartë të fitimit për fermerët dhe rritje të eksporteve, por nga ana tjetër, patjetër që nëse unë si ekspert ekonomie do ta shikoja, do të isha disi më kritike dhe do thoja përsëri duhet më shumë për bujqësinë, por nga ana tjetër, le të themi lajmi i mirë është fakti që fermerët do të kenë më shumë subvencione. Bujqësia në fakt, nëse flasim për bujqësinë, vuan edhe nga mungesa e formalizimit, pra kemi shumë informalitet në bujqësi, kështu që do të ishte mirë që të gjithë fermerët që na dëgjojnë sot që operojnë në informalitet, patjetër të krijonin kushte për të formalizuar me qëllim që të përfitojnë nga subvencionet që ka përduar qeveria. Nga ana tjetër, shohim që te projekt buxheti kemi një zë veçantë, një sasi të madhe fondesh që do të jepet për mbrojtje. Kjo vjen dhe si pasojë vetë thirrjes që ka bërë SBA për më shumë përqindjen e GDP në lidhje me atë, le të themi, përqindjen që çdo shtet antar i NATO-s duhet t'jap, por nga ana tjetër, dhe nëse flasim për sigurinë kombëtare, ne shohim që vetë infrastruktura e sigurisë kombëtare në Shqipëri është e vjetëruar, nuk kemi paga të larta në ushtri apo në siguri, individët në Shqipëri në fakt për çdo konflikt gjeopolitik ndjen deri diku të kërcënuar, duke qenë se dhe vetë vendi ynë nuk është se vitet e fundit ka pasur në fokus le të themi një vlerë të lartë krahasuar me GDP-n, pra çështjes së sigurisë. Duket sikur siguria nuk na impakton, por në të vërtetë siguria ndikon pozitivisht dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, pasi një vend i cili ka probleme me sigurinë, në rast luftash apo në rast problemesh gjeopolitike, patjetër që dëmton ekonominë, me pa shumë mirë se çfarë ndodhi në Rusi dhe në Ukrainë. Nga ana tjetër, kemi fonde, pra parashikohet një rritje e pensioneve, dhe jo indeksime, por rritje pensionesh. Është diçka shumë e mirë, megjithatë, përsëri duke marrë parasysh që vetë skema e pensioneve është në deficit dhe vetë numri i kontribuesve me përfituesit është në një raport pothuajse 1:1, i bie që shumë nga buxheti i shtetit përsëri do të, le të themi, financohet për skemën e pensioneve. Duhet më shumë punë në lidhje me tregun e punës, me qëllim që të vërtet ajo rritje parashikuar të bëhet vërtet rritje dhe jo vetëm kompensimi humbjeve të skemës pensioneve. Patjetër që kemi edhe këtu arsimin, arsimi duhet në ndërtim infrastrukturë, por dhe në rritje pagash për mësuesit, është diçka shumë pozitive, sepse niveli arsimor në Shqipëri ka nevojë patjetër për më shumë paga të larta, për më shumë investime,
duke qenë se jemi pranë botës digjitale për më shumë laboratore informatike, dhe këtu nuk e kam fjalën për qytete, por e kam fjalën në zona rurale, kur normalisht në zonat rurale ka shkolla të cilët nuk flitet për le të themi laboratore kompjuteri, pasi ato kanë probleme në infrastrukturë, pra nuk kanë ngroje, janë le të themi auditor apo klasa me lagështirë e tjerë. Në fakt, në përgjithësi këto janë, dhe ajo që është një pikë shumë e rëndësishme janë dhe fondet në këtë projekt buxhet që janë dedikuar infrastrukturës. Nëse një tërshikues apo shumë qytetar mund të mendojnë që ne kemi mjaftuar shumë rrugë, por përsëri është shumë e rëndësishme që investimet në infrastrukturë të bëhen pra në të gjithë llojet e infrastrukturës, rrugullore, ajrore apo dhe rrugore, pasi kemi parë që vetë rruga Durrës-Kukës çfarë fytysh ka dhënë. Pra, jo vetëm ka ndihmuar indirekt qytetarët për kostën e transportit, por nga ana tjetër ka ndihmuar përsëri qytetarët, sepse në rast tregtie të jashtme, pra për shembull vendet e rajonit ku bëjnë tregtime njëra tjetrën, për shkak të shkurtimit të rrugës apo infrastrukturës së mirë rrugore, kostot e transportit janë më të ulta dhe si pasojë dhe produkti final del në çmime më të ulët. Pra që edhe në këtë pjesë ndikon pozitivisht infrastruktura. Qartë. Mirë, do të flasim pak më një çështje tjetër. Prej këtij muaji, Shqipëria ka hyrë në sistemin evropian të pagesave SEPA. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka premtuar ulje drastike tarifash dhe kjo tingëllon si një revolucion, por pyetja është a do ta ndjejnë realisht në xhep këtë ndryshim shqiptarët, nëse mund ta shpjegosh? Patjetër, unë në fakt përpara se ti përgjigjem kësaj pyetje në nivel makroekonomik dhe politik, në fakt doja të thoja që unë vetë personalisht e kam ndjer futjen në SEPA si një lehtësim, sepse në biznesin që unë kam kursyer shumë para nga një transfer që është bërë me jashtë. Do të thotë që hyrja në SEPA ndihmon biznesin, dhe këtë e them me bindje sepse kam eksperiencë personale, që një ditë pas futjes në SEPA, ndërkohë ndihmon dhe atë grup vulnerabël, cilët janë pensionistët, dhe në fakt qeveria vetë e ka marketuar në një farë mënyrë duke thënë që pensionistët janë ai target group që do të përfitojnë shumë nga SEPA. Por nga ana tjetër, jo vetëm që do të përfitojnë nga SEPA, por nga ana tjetër dhe vetë qeveria do të ketë mundur të rrisi formalizimin e remitancave. E them të formalizim të remitancave se si pasojë e tarifave tepër të larta të dërgesave që emigrantët bëjnë për le të themi për prindit e tyre në Shqipëri, ato mundohen që të gjejnë mënyra alternative për të sjellë parat kesh në mënyrë që të mos paguajnë ato tarifa. Ose le të themi kur ato vinë në sezonin e verës apo në dimër. Dhe si pasojë e futjes në SEPA, çdo emigrant do ta ketë shumë të thjeshtë të sjellë para me një tarifë tepër të ulët. Dhe në këtë mënyrë dhe vetë qeveria ka, le të themi, të dhëna konkrete si sa janë remitancat, dhe në këtë mënyrë dhe vetë qeveria ka mundësi deri diku të luftojë dhe para në kesh, pra futen para në sistemin bankar. Dhe në vërtet këtë e them me bindje që qoftë bizneset në transaksionet që bëjnë me marrëveshjet që kanë ato me furnitor apo me klient nga jashtë, por dhe vetë pensionistët do të përfitojnë shumë në futjen në SEPA, sepse tarifat janë vërtet shumë të ulta, janë jashtëzakonisht të ulta. Qartë. Mirë, me qënë se ti përmende pensionistët, unë këtu dua të ndalem të një çështje mjaft e rëndësishme. Në datën 1 tetor nga fillimi i muajit, pra qeveria ka shpallur rritjen e pensioneve me 2.5%, pra indeksimin e pensioneve me 2.5%. Megjithatë, sigurisht që çmimet e produkteve të shportës që janë dhe konsumi më i madh i pensionistëve janë rritur ndoshta edhe më shumë se kaq në raport me këtë. A është në gjykimin tënd kjo një rritje që ndihet apo është më shumë një masë kozmetike, po themi, e financave? Që vetë pensionistët ta kuptojnë që çdo pensionist çdo vit ka një të drejtë që ai jep ligji, që është indeksimi. Çfarë është indeksimi? Shikohet një mesatarë e rritjes së çmimeve përgjatë një viti, dhe është një formulë që qeveria e bën në këtë mesatare për rritjen e çmimeve, pra të inflacionit, dhe kompenson me një vit në vitin e ardhshëm me atë që quhet indeksim, që do të thotë thjesht është një llogari matematikore që bëhet në bazë të rritjes së çmimeve me qëllim që rritja
rritja e çmimeve të mos ul fuqinë vlerëse. Kjo është, le të themi, indeksimi. Këto pensionistët e marrin çdo vit. Nëse dikur ka qenë më e lartë, ka qenë si pasojë e rritjes më të lartë të çmimeve. Tani çdo pensionist që na dëgjon të thotë që unë e konsideroj rritjen e çmimeve më të lartë se 2.5% dhe mendoj që nuk duhet të jetë kaq mesatarja. Në të vërtet kam drejt sepse për vetë pensionistët kanë një shport caktuar ku vërtet në ato shportën që ato kanë, produktet dhe shërbimet patjetër shëndetësore që ato marrin, kanë një peshë tepër të lartë në dallim nga ajo llogaritja klasike e inflacionit. Ndërkohë që mendoj që duhet parë metodologjia, produktet në cilat vetë pensionistët shpenzojnë më shumë për të qenë ky indeksim më i lartë. Po në të vërtetë që indeksimi është një drejtë ligjore në një llogaritë të caktuar që marrin pensionistët dhe nuk është absolutisht rritje. Dhe nëse shohim kemi një 2.5%, që ai 2.5% 3 dhe 5 euro, 3 për fshatin dhe 5 për qytetin, pra në vlerë mesatare gjithmonë flasim, është totalisht e papërfillshme sepse 3 euro apo 5 euro e thash me euro sepse pensionistët në fakt monedhën euro e din shumë mirë se varet nga remitancat, nuk i del një pensionisti ky indeksim as për të kaluar gjysdite, jo më të kaloj le të themi një ditë. Kështu që indeksimi është një artific le të themi që përdoret për le të themi për të korrigjuar atë rritjen e çmimeve. Ndërkohë që a janë të mjaftueshme, patjetër që s'është e mjaftueshme, vetë Ministri i Ekonomisë ka folur për një rritje për një dyfishim të pensionit minimal dhe mesatar, megjithatë unë mendoj që në vitin e ardhshëm do të jetë shumë herët për të parë rritje, pasi kemi akoma shumë probleme me numrin e kontribuesve dhe përfituesve. Unë mendoj që i vetmja le të themi element që mund t'i gëzojë deri disi pensionistës është fakti që parashikohet që në muajin dhjetor të merret një bonus, sikurse është dhënë çdo vit, por në një vlerë disi më të madhe, dhe siç është parashikuar apo nga eksperjenca e vitit kaluar, që do të shikohet performanca e këtij viti, me si do të mbyllet pra ky vit dhe më pas ajo do të rishpërndahet tek pensionistët si një rritje ekonomike, pra më pas do të shpërndahet tek pensionistët pra në një fond në formë bonusi që mund të jetë përsëri ose në pranverë, ndoshta edhe në verë, nuk dihet se si mund ta shpërndajë qeveria, por si bonusi i pranverës që gjithë le të themi pensionistët u bën pjesë. Kështu që për momentin pensionistët duhet të jenë me këmbë në tokë dhe edhe nëse dëgjojnë lajme të dyfishimit të pensionit minimal dhe mesatar, unë mendoj që nuk do të ndodhi, pakme në vitin 2026. Për vitet e ardhshme ndoshta mund të ketë një rritje, por për 2026 nuk mendoj, pasi po shohim pra performancën që kemi në nivel kontribues dhe përfitues, e cila është pothuajse në të njëjtën rrugë si viti i kaluar. Qartë, do të flisim edhe për një gjë të fundit së bashku, që është konferenca e NATO-s për sigurinë digjitale, që në fakt e përmendet tek zërat e buxhetit, projekt buxhetit vitit 2026, dhe bëhet fjalë pikërisht për rrezikun kibernetik në përballjet gjeopolitike ku Shqipëria mund të përfshihet. Kryeministri Rama ka thënë që nuk duhet presim që të na godasin që ne të reagojmë. Sulmet kibernetike tregojnë se mund të kenë aftësinë që të paralizojnë edhe, po them, veprimtarinë e shtetit, kështu që kjo nuk është një gjë e vogël. Ti si e ke parë këtë? Në fakt është shumë e rëndësishme që t'i kushtohet rëndësi dhe sulmeve kibernetike. Në të vërtetë, në fakt Shqipëria duhet pajisë më shumë specialistë në lidhje me këtë fushë, duhet ketë më shumë fonde në lidhje me këtë fushë, sepse ne shohim që le të themi të dhënat tona për shkak të sulmeve kanë dalë, pagat dolën, të dhënat dolën të dhënat e doganës, u përfol për problemet që u pat me banka tregtare. Në fakt, ne në smartphone-et tona, sidomos ato individ cilët marrin pagën dhe kanë të regjistruar le të themi programe online, shpeshherë vinë dhe mesazhe ku vetë policia e shtetit ka thënë ju lutem mos klikoni, mos jepni dhënat kartës, pra që dua të them që në një mënyrë apo në një tjetër dhe qytetarët shqiptar po përballen me një lloj sulmi
që që nëse do të ndërmarrin hapa, vendosin llogaritë bankare apo dhënat e tyre, mund të kenë dhe dëme ekonomike. Kështu që e parë në këndvështrim akoma dhe më makroekonomik, ku sot sulmet mund të ndodhë kibernetike midis shteteve, midis njëra tjetrës, atëherë patjetër që duhet i dhënë rëndësi dhe fondet të veçanta këtyre sulmeve. Pra, nga ana tjetër, unë mendoj që është diçka shumë pozitive, se shohim shumë takime ndërkombëtarësh apo europianësh që po vinë në Shqipëri, dhe Shqipëria, le themi, deri diku dhe po marketohet si një vend i cili ka siguri, si dikur nga europianët dhe nga vendet e tjera. Pra, Shqipëria shikohet si një vend i cili kishte probleme politike, protesta e tjerë, dhe në fakt më ka ndodhur dhe mua personalisht në momentin që largohem për një konferencë apo për një takim, shumë individ thënë ka probleme Shqipëria, pra dikur para një dekade, Shqipëria shikohet si një vend i cili ishte, le të them, një vend me probleme. Ndërkohë që sot shikohet si një vend i cili jo vetëm që s'ka probleme dhe bëhet turizëm dhe blet pasuritë patundshme, por organizohen dhe takimet ndërkombëtare, siç ishte dhe takimi i sotëm, që në fakt ishte një arritje ku u fol që Shqipëria do të marrë fonde shtesë për shkak të performancës mirë, për një kohë të shkurtër ka pasur një performancë mirë, do të marrë fonde, dhe osa mirë, dhe uroj që këto fonde të shpërndahen pikërisht aty ku vetë ekonomia shqiptare ka nevojë, me qëllim që të ndjehet pra zhvillimi ekonomik të paralel dhe me zhvillimin apo me të ardhurën më shumë për qytetarët shqiptar.